GKK ka dënuar me 4 vite burgish kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka i përfshirë në dosjen Toyota Yaris. Duke përfituar nga gjykimi i shkurtuar, ai dënohet përfundimisht me 2 vite 8 muaj burgim. Ish kryeprokurorit i heqet gjithashtu e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vite. Zarka u shpall fajtor për akuzat ushtrim ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, e kryer 3 herë, e kryer në bashkëpunim 2 herë, korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë, e kryer në bashkëpunim, korrupsion pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë. Sipas PAK, kryeprokurori që u hetua nën masën e sigurisë arrest në burg dhe 3 persona të tjerë të shpallur në kërkim, mes të cilëve Erjona Daupaj, ish oficer i policisë gjyqësore dhe avokati Radovan Çela, kanë ushtruar ndikim të palishëm, kanë marrë rishfet, por edhe kanë dhënë rishfet funksionarëve të drejtësisë. Për Radovan Çelën, mbrojtja ka parashtruar pretendimet e saj duke kërkuar shpalljen e pafajësisë për të. Seanca për Radovan Çelën u shty më 22 maj, ndërsa në seancën e kaluar, prokurori Klodian Braho kërkoi dënimin e Çelës me 6 vite burg. Me pranimin e gjykimit të shkurtuar, ky dënim mund të reduktohet në 4 vite. Sipas PAK, Zarka me 3 të tjerë kanë ndërhyrë në 8 dosje duke ofruar dhe premtuar përfitime të parregullta për të ushtruar ndikim të funksionarëve të drejtësisë për të lehtësuar rrethanat, mes të cilave edhe ajo e Suel Çelës. Ata kanë ndërhyrë për të ndikuar tek gjyqtarët e prokuror që hetonin dhe gjykonin Alfred Vladin, kushëririn e tij Elvis Vladi dhe biznesmenin Alban Molla Ymeri, në lidhje me 3.4 milion eurot që u bllokua në portin e Durrësit në qershor të vitit 2018 me qëllim që të favorizoheshin të bandehurit.